Pasi Allahu i madhëruar ju përgjigj lutjes së djemve për mëshirë dhe udhëzim, dhe i vendosi ata në gjumë për vite me radhë për këtë qëllim. Erdhi më në fund momenti i zimit të tyre, dhe për këtë detaj të kësaj ngjarjeje thot Allahu madhëruar në Kur'an, në surën El-Kehf, thot: "Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayni ahsa lima labithu amada." Thot Allahu madhëruar, pastaj ne i zgjuam ata nga gjumi për të parë se cili nga dy grupet e ka ruajtur më mirë kohën e qëndrimit të tyre. Sipas komentuesve të Kuranit, në këtë ajet përfshihen 3 dobi. E para prej tyre, Allahu madhëruar do të na tregojë sërish për fuqinë dhe pushtetin e tij absolut në lidhje me krijesat, dhe se kjo për faktin se nëse Allahu madhëruar na njoftoi në ajetin e parë se ai ishte ai që i vuri ata djem në gjumë, në këtë ajet sërish na tregon se po ai është ai i cili i zgjoi ata nga gjumi, dhe theksimi i fjalës ne në të dy ajetet ka për qëllim që të tregojë këtë që faktin se veprimet janë prej Allahut madhëruar. Dhe se çdo gjë që ndodh në këtë botë, edhe pse paraprihet nga shkaqe, situata, rrethana, të gjitha këto veprime ndodhin me lejen dhe caktimin e Allahut madhëruar dhe fuqinë e tij. Dhe se robi në këtë botë duhet të jetë i interesuar për të bërë atë që do dhe ka kërkuar prej tij Zoti i tij. Pastaj të tjerat të lihen në dorën e Allahut madhëruar që të ngjajnë ashtu siç ka ai ka caktuar dhe ka vendosur në dijen e tij të hershme. Kjo është e para. E dyta, në këtë ajet gjithashtu përfshihet dhe një dobi tjetër, dhe që Allahu madhëruar nëpërmjet kësaj ngjarje do të tregojë edhe për saktësinë e dijes së tij. Dhe se këtë ngjarje të djemve askush nuk arriti ta ruajë më mirë se sa Allahu madhëruar. As vetë djemt dhe as njerëzit në kohën e cilëve kanë jetuar këta djem. Djemt për faktin se ishin në gjumë dhe e kishin, pra kur njeriu i largohet, ndjeshmëria e ka të pamundur të regjistrojë atë që ndodh me të. Ndërsa të tjerët, edhe pse nuk ishin në këtë lloj situate, njerëzit karakterizohen nga harresa. Ata herë harrojnë sepse vetvetiu ndodh kjo gjë me njeriu kur koha është e gjatë, por edhe herë harrojnë nga neglizhenca kur nuk e kanë vullnetin e duhur për të ruajtur diçka. Dhe për njërin apo për tjetrën ndodh harresa dhe kështu nuk ruhen ngjarjet ashtu siç ka ndodhur, ndërsa Allahu madhëruar i cili nuk preket nga këtë që ka njerëzit, i ruan ato ashtu siç ka ndodhur. Dhe kjo është edhe përgjigjja e Musait alayhis salam kur i thoshte faraoni në debatin e tij me të, i thoshte fema balul qurunil ula, dhe i thoshte faraoni si është çështja atyre brezat të mëparshëm që mohuan para nesh. Atëherë Musa alayhis salam i thoshte ilmuha inda rabbi fi kitab, dija rreth tyre është tek Zoti im i shkruar në një libër, pra e shkruar kjo dije në librin e shënimeve tek Allahu madhëruar. La yadhillu rabbi wa la yansa, Zoti im as gabon dhe as harron. Kjo është e dyta. E treta, në këtë pjesë të ngjarjes së banorëve të shpellës apo djemve të shpellës përfshihet edhe një dobi tjetër, që Allahu madhëruar në caktimet e tij ka urtësi dhe qëllime. Dhe se në këtë ajet u njoftuam se Allahu madhëruar e bëri zimin e tyre për të parë se kush e ka ruajtur atë më mirë dhe për të treguar saktësinë e dijes së tij. Dhe ky qëllim nuk është i vetmi, siç thon komentuesit e Kuranit. Dhe se Allahu madhëruar sipas mënyrës se si rrjedh kjo ngjarje tregon
edhe se donte të nderoj djemt me atë që ngjau me ta, të forcoj besimin e tyre, dhe kjo duket shumë qartë nga ajetet, dhe ashtu tregon se një për qëllimeve është se edhe njerëzit pastaj kur dëgjojnë dhe ta marrin këtë histori, tjetë shembull dhe model i mirë për ta dhe për treguar për vërtetësinë e besimit të djemve. Me Allahun e madhëruar nuk ndodh ajo që ndodh me njerëzit, të cilët shpesh herë bëjnë gjëra për prova, ta provoj edhe një herë kështu. Jo, Allahu i madhëruar është ai i cili ka dijen e tij të hershme, i cakton gjërat sipas dijes së tij dhe ndodhin sipas asaj që ai ka caktuar, dhe prandaj Allahu i madhëruar ka urtësi, ka qëllime dhe karakterizohet nga kjo cilësi që në gjuhën arabe ne e quajmë El Hakim, ose është emër që i përfshin emri i urti dhe ai që përmban ose ka urtësi në veprimet e tij.